finnari amma abad. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunnetin e tij deri në ditën e gjykimit. Robert Allah në radhë parë e porosis vetën time, pastaj edhe juve që të kemi frikë vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse me të vërtet, shpëtim në dunja në ahiret është vetëm frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala i cili na ka dhënë mirësi, na ka begatuar që me jetu edhe këtë dita. Me i përjetu edhe këtë dita prej ditëve më të mira të vitit. Ditët të cilat u betua dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an wa layalin ashr, edhe pasha 10 netët të cilët janë 10 ditët e Dhul-Hijjas. Në këtë ditë, brenda këtyre ditëve është edhe një ditë madhështore e vitit. Është edhe një ditë madhështore në të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala i pranon duat e tona. Është një ditë në të cilën falen mëkatet e tona. Është ditë në të cilën zbret mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala. Është dita në të cilën robërit e Allah lirohen më shumë të prej zjarrit të xhehenemit. Po flasim për ditën e Arafatit. Po flasim për ditën më madhështore të vitit. Kjo është dita në të cilën Allahu subhanahu wa taala e plotësoi fejen e tina. Është dita në të cilën përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Xhumë, në ditën e Arafatit ishte në Arafat atje, Allahu subhanahu wa taala zbriti ajetin ku e plotësoi fejen, ku tha Allahu el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot unë përsosa fejen juve. Edhe jam i kënaqur me mëshirën të cilën e kanë zbritur tek ju, edhe kanë zgjedhur Islamin si kur fe e juve. Imam Ibn Kathiri, Allahu më shëroft, në komentimin e këtij ajeti thotë se kjo është mirësia më e madhe që Allah subhanahu wa taala i ia dha këtij umeti. Mirësia më e madhe, begatia më e madhe që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se ai ditën e Arafatit, në ditën e Xhumë, ja ka plotësuar atyre fejen që ata mos me pasën nevojë me kërkue fe tjetër përveç sajna. Ky ajet i ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur sahabët e dëgjuan ajetin që i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, filluan me çajt. Arsye e të çajtur sahabëve ishte se e ditën që mas këtij ajeti, mas kësaj në periudhën nuk ka me pas periudhë shumë të gjatë, edhe ka me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po përfundon misioni i tina. Kur po përfundon misioni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Në ditën më të mirë të vitit, në ditën më madhështore të vitit, e që është dita e Arafatit. Imam Taberiu, Allah më shëroft, thotë se Allahu a plotësoi dispozitat e fejes. Në këtë ditë, në ditën e Arafatit, Allah e plotësoi shariatin e tina. E bëri të qartë halalin edhe haramin, edhe a plotësoi nderin duke e bërë fitimtar mbi armiqt. Duke i dalluar muslimanët si populli më i mirë, duke e dalluar umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si ndër popujt më të mirë, për njerit fare deri në ditën e fundit. Dita e Arafatit, vëllezër, është dita e lirimit nga zjarri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min yawmin akthar min an yu'tika Allahu fihi 'abda min an-nar min yawmi Arafa." Nuk ka ditë të vitit në të cilën Allahu subhanahu wa taala liron më së shumti robër nga zjarri i xhehenemit se sa në ditën e Arafatit. Kjo është dita në të cilën çdo njeri prej neve duhet me dhon mundin e tina. Kjo është dita në të cilën çdo njeri prej neve duhet me u mundu me përul veten e tina para Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër, mendojeni mi këtë hadith. Analizojeni mi këtë hadith. Sa njerëz janë zhytur në mëkate përfshirë edhe neve aty. Sa njerëz përfshirë edhe neve aty e kanë harruar nganjëherë apo ju ka ikur ndonjëherë ndonjë namaz pa e falën. Sa zemra sot janë errësuar prej dynjave, prej epsheve të kota, prej dëshirave të kota të kësaj dynjaje. Në këtë ditë Allahu subhanahu wa taala i hap dyert e mëshirës tina. Në këtë ditë hapet mundësia jote. Në këtë ditë është mundësia më e mirë që ti të kthehesh te Allahu i penduar. Ndoshta njëri prej neve ka kaluar vite të shumta duke i bërë gjuna Allahu subhanahu wa taala. Ditën e Arafatit i ngri duart. Ditën e Arafatit i ngri duart për me lut Allahun subhanahu wa taala, don Allahu që këtë ditë më ju falë atina gjunahet. Edhe don Allahu subhanahu wa taala që në këtë ditë më ju pranua atina pendimi. Don Allahu subhanahu wa taala që në këtë ditë emri jot më ushlyje, më ufshije,
për i regjisit të emrave të banorët të zjarë, Allahu na ruaj prej saj. Allahu subhanahu wa taala vëllezër nuk lodhet asnjëherë duke i falur robërit e tina, por se na jemi ata të cilët lodhemi duke i kërkuar Allahut falje. Allahu subhanahu wa taala e ka mëshirën e madhe. Wa rahmeti wasi'at kulli shay, tha Allahu në Kur'an. Edhe mëshira jam e ka përfshije çdo gjë. Mëshira Allahu subhanahu wa taala e ka përfshije çdo sferë të jetës tënde. Vetëm mjafton që ti të ulesh para durrëve tina, ti ngresh durrët ka Allahu subhanahu wa taala edhe ta lutesh për çdo nevojë tënde. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ditën e Arafatit: Inna Allah yubahi bi ahli Arafati ahli as-sama. Se Allahu subhanahu wa taala mburret me njerëzit të cilët janë në Arafat tek banorët e qiellit. Kush janë banorët e qiellit? Banorët e qiellit janë melekët e Allahut subhanahu wa taala. Allahu mburret me banorët e ditës Arafatit. Ata të cilët janë në Arafat janë duke kryer kushtin më të mirë, kushtin më të rëndësishëm të Islamit, e që është haxhi. Ata të cilët nuk janë në Arafat e vazhdojnë me agjëru këtë ditë, edhe me ju përul Allahu subhanahu wa taala me namaz, me vepra të mira, me dhikr, edhe me agjërim për Allahun subhanahu wa taala. Në transmetim tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju thot me lejkëve: Undhuru ila ibadi, këshirni robërit e mi, këshirni robërit e mi, atauni shrathen hufra, kanë ardhur të unë fluk prishë dhe të pluhrosur. Udhëtimit të cilën e bojnë haxhiler duke shku deri në Arafat, pastaj qëndrimi në Arafat në nxehtë të madh, edhe duke qenë në ihram në atë gjendje, vazhdojnë Allahu subhanahu wa taala me mburrë me gjendjen e tyre, edhe duke i liruar ata nga zjarri, duke pranuar pendimin e tyre, edhe duke pranuar çdo dua, çdo kërkesë që ata e kanë. Melekët i shohin njerëzit që kanë lënë familje, i shohin njerëzit të cilët e kanë lënë rahatinë e dunjas, i shohin njerëzit të cilët e kanë lënë pasurinë e tyre, i shohin njerëzit të cilët e kanë lënë pozitën e tyre, i shohin në Arafat duke qëndruar para Allahut subhanahu wa taala të thjesht. I shohin duke qëndruar në Arafat para Allahut subhanahu wa taala edhe duke qarë, pastaj Allahu vazhdon edhe krenohet me ta. Vlera e Arafatit, vlera e ditës Arafatit përmbushet edhe me agjërimin e kësaj dite. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: Siyamu yawmi Arafata ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Agjërimi i ditës Arafatit shpresoj tek Allahu subhanahu wa taala që t'i falë mëkatet e vitit të cilit e kena lënë pas, edhe vitit i cili vjen pas këtina. Një ditë agjërim, 2 vite falje. Një ditë për ulje para Allahu subhanahu wa taala, 2 vite krenari para Allahu subhanahu wa taala. Andaj çfarë dhuratë madhështore është kjo? Çfarë mëshire Allahu subhanahu wa taala është kjo? Kjo argumenton edhe më shumëti butësinë edhe drejtsinë të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka me robërit e tina. Nuk jemi duke folur për mëkatet e mëdha të cilët nevojitet që robi të kthehet me to me pendim të sinqert. Përkundrazi, ky është problemi për atë i cili e ruan namazin e tina, largohet nga haramet edhe kthehet te Allahu subhanahu wa taala. Pasi që e din se dita Arafatit e pas ka vlerën e madhe, agjërimi i kësaj dite e pas ka vlerën e madhe, mëshira Allahu subhanahu wa taala, drejtësia Allahu subhanahu wa taala është edhe mjaft e madhe, cila është edukata të cilën duhet ta ketë besimtari në këtë ditë. Si duhesh ti të thillesh në këtë ditë, si duhesh ti si besimtari Allahu subhanahu wa taala me e pritën këtë ditë që qenë ka dita më madhështore e vitit. E para është lloji i dashur besimtar me e pritën këtë ditë Arafatit, me përjetu këtë ditë Arafatit duke u kthyer tek Allahu me pendimin e sinqert. Mos hynë ditën e Arafatit me zemër të vdekur. Mos hynë ditën e Arafatit me mëkate të mbulume. Mos hynë ditën e Arafatit me urrëtie dhe me xhamallsi. Porse vazhdo dhe pendo te Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Edhe pendohuni të gjithë tek Allahu subhanahu wa taala, o ju besimtarë, në mënyrë që ju të shpëtoni. Pendimi i sinqert i fal të gjitha mëkatet para Allahu subhanahu wa taala. Ibn Kathiri, Allahu më shëroft, në komentimin e këtij ajeti thotë se Allahu urdhëroi besimtarët që vazhdimisht të pendohen, sepse njeriu nuk shpëton pa pendim. Edhe nëse 1000 herë ke gabu, prap 1000 herë pendohu. Tub ila Allahi walau 1000 marra, thënë dietarët. Pendohu tek Allahu subhanahu wa taala edhe nëse ke gabuar 1000 herë. Dikush thotë, po pendohen, prap pa petë për gjinoje, më nuk po kam ftyrë mi dalë Allahu subhanahu përpara. Allahu e pranon pendimin tonë. Allahu subhanahu taala e din që ti ke gabuar, e din që ti ke gabuar, edhe e din Allahu subhanahu që edhe në të ardhmen tonë prap ti ke bëu gjinoje, edhe prap ke gabuar. Porse Allahu po thon në Kur'an: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun." Edhe pendohuni tek Allahu të gjithë ju e besimtarë. Çështja tjetër është me i lënë mëkatet.
Pendimi i sinqert edhe mos kthyer në mëkate duke ia dhënë besën Allahu subhanahu wa taala me pendimin tënd të cilin ti e bën në këtë ditë madhështore. Tjetra gjë është ruajtja e gjuhës në këtë ditë. Ruajtja e gjuhës se e kemi mbush gjuhën tonë duke folur për njëri tjetrin. E kemi mbush gjuhën tonë me urrëticën ndaj njëri tjetrit. E kemi mbush gjuhën edhe zemrën tonë duke u marrë me thashë theme. Andaj sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Men lem yada qawl az-zuri wal amal bihi, kush nuk e lën fjalën e gënjeshtë, kush nuk e lën gënjeshtën edhe punën me to, falaysa lillahi hajatun, nuk ka nevojë Allahu subhanahu wa taala an yada ta'amahu wa sharabahu, që ti me lënën ushqimin tënd edhe pijen tënde atë ditë. Nëse nuk e ke nol gojën tënde, nëse mas pari nuk e agjëruar me gjuhën tënde, pastaj me zemrën tënde, Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë që ti me unalën për ushqimin tënd edhe për pijen tënde. Mas pari lloj dashur agjëro me gjuhë, pastaj agjëro me gjitha organet e tua, pastaj leje ushqimin edhe pijen për hir Allahu subhanahu wa taala. Tjetra është në këtë ditë e cila është për veprave të mira, është shumimi i dhikrit. Shtimi i dhikrit për hir Allahu subhanahu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairu duai duau yawmi arafa. Duaja më e mirë të cilën e bën robi është duaja të cilën e bën në ditën e Arafatit. Ma qultu ana wan nabiyina min qabli, thot pejgamberi nuk ka diçka më të mirë të cilën e kam thonë unë edhe pejgamberët të cilë ishin para me sa kjo dua, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka dua më të mirë të cilën robi e bën në ditën e Arafatit se sa kjo thënie la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo ditë nuk është ditë me hum kohën këtë. Është vetë një ditë mbrana vitit, një ditë madhështore që Allahu subhanahu wa taala e pranon pendimin tonë. Nuk është ditë që me vazhdu më marr me trezit e tona. Nuk është ditë që më marr me gjërat kotit tona. Mjafton që këtë ditë Arafatit me i lën këto pak anash edhe me vazhdu më marr me nefsin tonë, me çështën tonë, edhe më u drejtu para Allahu subhanahu wa taala. Çështja tjetër të cilën duhet merremi në këtë ditë është shtimi i leximit të Kuranit. Shtimi i leximit të fjalës Allahu subhanahu wa taala. Sa bukur është që në ditën e Arafatit muslimani të ketë lidhje të fortë me librin e Allahu subhanahu wa taala, me lexu ato me meditim, me lexu ato duke medituar mbrana ajeteve, mbrana rreshtave të cilat ka thënë Allahu subhanahu wa taala, me këshill se pse ka zbrit ky ajet, rëndësia e zbritjes së këtij ajeti, edhe qëllimi i zbritjes së këtij ajeti. Kjo edhe më shumë e shton lidhjen tonë edhe në shoqërinë tënde ndaj Allahu subhanahu wa taala. Nuk mjafton që ti me lexu 2 gjuza, 3 gjuza, 10 gjuza mbrana ditës, edhe ato me lexu vetëm me gjuhën tënde. Ma mirë është që robi me vazhdu me lexu veç një gjuz ose veç një faqe mbrana ditës, por se duke u ndalën në secilin ajet, në secilin fjalë të Allahu subhanahu duke medituar. Tha Abdullah ibn Abbasi, më e mirë për mua është me medituar mbrana një ajeti se sa me i falë 1000 rekate në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahu në Kur'an, afala yatadabbarun al-Quran, e ju nuk keni ata të cilët e meditoni Kur'anin, e ju nuk keni ata të cilët e meditoni fjalën e Allahu subhanahu wa taala. Sa herë që robët e Allahut ndalen me meditu fjalën e tina, çdo herë kanë me gjetën diçka të re. Çdo herë kanë me gjetën diçka të re. Një prej dietarëve të Egjiptit tha se askush nuk ka nevojë më shumë për Kur'anin se sa vetë muslimanët sot. Derisa jo muslimanët, derisa popujt e tjerë vazhdojnë me studiuar Kur'anin, edhe për zbulimet e tyre shkencore e gjejnë përgjigjen në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, na si musliman këto e kanë lënë jashtë dorës. Na si musliman këto e kanë lënë jashtë vetes tonë. Sikurse na më u kthye për nimet e Kur'anit, sikurse na për nimet më u kthye me meditim te fjala e Allahut subhanahu wa taala, kishme mia kalu edhe popujve të tjerë shumë më shumë. Përse na kena vazhduar me u marrë me njëri tjetrin, me u marrë me çështjet e cilat nuk kanë rëndësi, edhe e kemi lënë ato e cila është parimore, prandaj e kemi gjendjen këtu. Tha Allahu në Kur'an, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, përderisa ju të ndryshoni gjendjen e juve në veten e juve. Secili niset prej vetes tina, pastaj ndryshon edhe ummeti i tërë. Çështja kryesore që duhet me vepruar në ditën e Arafatit është largimi nga mëkatet. Mos e presh ditën e Arafatit me harame. Mos e presh ditën e Arafatit duke shikuar haram. Mos e presh ditën e Arafatit duke dëgjuar haram. Mos e presh ditën e Arafatit duke fol gjëra të kota të cilat nuk bëjnë dobi as ty e as ata të cilët dëgjojnë këto. Disa çojnë për mëkateve, disa çojnë nga zullumit të cilët kanë bërë ndaj tjerëve, por se dije se Allahu subhanahu wa taala krenohet me ata robët të cilët kanë bërë mëkate, pastaj edhe kthehen te ai duke u pendua sinqerisht. Cila ishte gjendja e selefit në ditën e Arafatit? Ali ibn Abi Talibi friksohej që në ditën e Arafatit thoshte friksohem se nuk më pranohet mua.
Friksohem se ndoshta këto dua të zë nuk më pranohen. Disa prej seleve çojnë atë shumë në Arafat sa se njerëzit mendonin se kishin humbur njerëzit për dashur. Atë shumë kanë qojnë për vetën e tyre. Atë shumë kanë vazhduar me lut Allahun subhanallahu që me ja fal mëkatet e tyre, saqë ka pas për njerëz që kanë menduar që ky e ka humb dikon prej familjes, por ata po i vjen ky vaj i madh. Sa Sufjan al-Thauri, Allahu më shiroj, njeriu më i keq në Arafat, njeriu më i keq në ditën e Arafatit është ai i cili mendon që Allahu subhanahu taala nuk ja fal këtina. Njeriu më i keq në ditën e Arafatit është ai i cili nalet para durrës të Allahut subhanahu me i bë dua edhe e ka mendimin që Allahu nuk ja fal tina. Dikush për njerëzit vazhdoi me çajtën në ditën e Arafatit dhe tha, po mendoj sikur të më thuaj, sikur të penini zopi i qiellit edhe po thot, këtë njerëzit janë të falur përveç një personi, po tutna që çaj person jam unë. Po tutna që çaj person jam unë. Andaj zemra e besimtarit është ajo e cila e lut Allahun subhanallahu teala vazhdimisht. Zemra e besimtarit është ajo e cila vazhdon me bëj tobe te Allahu subhanallahu teala vazhdimisht. Dietar kanë thënë se tubimi në Arafat e kujtojnë ditën e gjykimit. Tubimi në Arafat e kujtojnë ditën kur dalin para Allahu subhanallahu teala. Thot Allahu wa nufikha fi suri fa jama'nahum jama'a. Edhe kur ti fryhet suri ne do t'i të bëjmë ata të gjithë. Robert Allahut. Ashtu si sot njerëzit mblidhen në Arafat, nesër do mblidhen para Allahu subhanahu për mi dhon llogaria tina. Andaj pyete veten tënde se çfarë ke përgatitur për këtë ditë, pyete veten tënde se çka i duke bëti me namazin, pyete veten tënde se a e ke zgjedh Kur'anin apo rrugën jashtë Kur'anit, pyete veten tënde se a ke zgjedh halalin apo e ke zgjedh haramin, pyete veten tënde se a ke zgjedh rrugën e kot apo e ke zgjedh rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Porosi për gjithë prindrit që me i mësue fëmijët e tyre, me i këshillu fëmijët e tyre për rëndësinë e kësaj dite. Mos me e lën këtë ditë me shkuë kot, por se mbledhëm me familjen tonë, në shtëpinë tonë, bëj dhikr bashkë me ta, lexo Kur'an bashkë me ta edhe kujtoj Allahun subhanahu teala. Muslimani duhet të insistojë çdo herë në dua, të kërkoj falje, të kërkon udhëzim, të kërkon furnizim halal, të kërkon zemër të pastër, të kërkon përfundim të mirë, të kërkon xhenetin firdaus, të kërkon mbrojtjen nga zjarri. Mos u lodh duke kërkuar se Allahu subhanahu teala ka shumë, një prej emrave të Allahut është El-Afu, i cili na fal neve, prej emrave të Allahut subhanahu teala është Er-Razzaq, i cili na furnizon neve, prej emrave të Allahut subhanahu teala është El-Ghani, i cili është i pastër. Andaj Allahu e don robën i cili është këmbgulës në dua. Tha Allahu në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Edhe tha Zoti juve që bëni dua mua, më luteni mua, edhe unë ju përgjigjem juve. Imam Begaviu thotë se kjo është ngjitja më e madhe për me bëu dua, edhe është premtimi më i madh i Allahut subhanallahu se ai na përgjigjet duave tona. Andaj, o ti i cili nuk falesh, deri kur kemi vazhduar për mos me fal namazin? A nuk ka ardhur koha që ti me ju përkul Allahu subhanahu wa taala? Vallë sa njerëz ka qenë me neve vitin e kaluar, ndërsa sot janë 90, vallë sa njerëz ka qenë në mesin tonë sot janë në varre. Varri jot nuk pyet për pasuni, varri nuk pyet për famë, varri nuk pyet për pozitën të cilën ti e ke pas, por se pyet për namazin tënd, pyet për imanin tënd, pyet për veprat e tua. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "El ahdu alladhi bainana wa bainahum", marrëveshja, beslia të cilën e kemi mes neve dhe mes atyre është namazi. Femen tarakaha faqad kafar, edhe kush e lë namazin, kush e neglizhon namazin, kush e mohon obligueshmërinë e namazit gjatë gjithë jetës, vetëm se e ka mohuar edhe Allahun subhanahu teala. Andaj robër, kjo është dita, kjo mund të jetë dita e fundit e Arafatit, ndoshta që e arrim, vazhdo shfrytëzoj këtë ditë me dua, shfrytëzoj këtë ditë me lexim të Kuranit, shfrytëzoj këtë ditë duke e falur njëri tjetrin, mos e humb këtë ditë, mos e humb me xhum, mos e humb ato me biseda boshe, por se ngri dur tek Allahu subhanahu teala, thuaj se o Allah, ti e falës, e don falje, më fal mua, o Allah, na liron neve nga zjarri, o Allah, na furnizon me pendim të sinqert para vdekjes, ne lutim Allahun subhanahu teala që më mundu me pranuar pendimin tonë, me pranuar duat tona, me pranuar namazin tonë, Kur'anin tonë në këtë ditë. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.